Mirë se të gjej. Mirë se erdhe. Të shtëpia jote, tashmë se Food Lovers është bërë shtëpia e të gjithëve, pa që më tepër këtyre çunave gocave të mia këtu në lagje, se ti edhe gocë lagje. Jam në gocë lagje, kështu që unë të gjej kollaj. Sapo hapja këtë verën, kemë marrë një verë me bulza dhe nga kantina Herta. Kështu që më duk shumë interesante për recetën që do të bëjmë sot. Kemi shesh të bardhë dhe moskat. Super. Dhe një surprizë e vogël për ty, që ti nuk besoj që e din, por që kjo quhet verë me bulza. Roselin. No, ke qenë shumë e bukur. Ke ishte surprizë. Unë thash, wow. Na përkonte shumë mirë me të dyja dhe me recetën dhe me Roselën. E meriton të këtë. Duhej. Faleminderit. Mirë se të gjeta, sezon të mbar. Shumë faleminderit. Edhe shumë kënaqësi që sot do bëjmë një gjë ndryshe bashkë, se në Food Lovers ti ke qenë disa herë, po sot do gatuajmë bashkë. Gëzuar. Gati? Gati. Mos humbim kohë. Dhe më në fund unë do haj qumë më shtorë. Pas ke bërë gjitha gati. Po thash tani të ftuarit, nuk mund t'i fus në punë direkt kështu me lajnat. Okej. Jemi mësuar. Ti bëj atë gjëra gati. Gëzuar dhe njerë, mirë se të gjeta. Gëzuar dhe mirë se edhe kështu ëmbël si qumështor të shkofti gjithë sezoni. Të lëmë goja. Tani qumështor është një për recetave të mia të preferuara. Mendoja që nuk do mësoja kur ta bëj ashtu siç e bën në fakt halla ime. Po halla ime me ato këshillat e veta them se ja kam dal. Akoma se ka provu nga dora ime, por që ti vër vulën. Po mendoj që ja kam dal. Kurse unë se kam marrë kur guximin që të bëj qumështor. Ashtu dukej dhe më shumë e vështirë, por në fakt nuk ishte. Sot do ma mësosh. Patjetër. Edhe është një ëmbëlsirë për mua dhe e lehtë. Do më japësh boçën, lutem. Boçe e quhet kjo në Shkodër? Boçe i themi ne në Shkodër. Po, sa gjëra do mësoga më sot. Në fakt kjo është një ëmbëlsirë që paktën ne në shtëpi e bënim zakonisht kur gatunim peshk. Dhe ajo ëmbëlsira në fund, se më thënë se peshku shoqërohet patjetër me ëmbëlsirë në fund dhe qumështor o te spigje nuk e kam mësu akoma, po kur ta mësoj të betojmë që do vi ta bëj këtu. Në Shkodër e kam provu. Është në fakt një ëmbëlsirë që këtu provojnë ta bëjnë, po nuk e realizojnë. Unë preferoj qumështorin më shumë. Është i lehtë. Është i lehtë, shumë i shijshëm edhe është praktik, se duket sikur ke bërë shumë gjëra, po në fakt është praktik. Unë mendoj që ndoshta duhet ndezim furrën. Po. Në 180 gradë që të ngrohet. Në 180. Po. Dhe sipas recetës në përgjithësi klasike, le të themi, sepse qumështori kam dëgjuar që të përvishemi? Po. Qytete të ndryshme, e bëjnë ndryshe. Krahina të ndryshme e bëjnë ndryshe. Dikush e bën me pet, dikush e bën me I Shkodrës është pa pet. Po mund ta bëjmë, unë mi do ta ruaj për në fund. Të marrim edhe nga këto. Sepse do ta ruaj për t'i bërë një Peshorën ta heqim, na duhet? Jo, nuk na duhet. E menaxhojmë. Receta klasike është, i kemi larë duart, të sigurisht. Receta klasike është 5-5-5. Do të thënë 5 vezë, 5 lugë sheqer, 5 lugë miell. Unë preferoj të jetë më pak. Miell, që ta bësh pak më të butë. Pastaj është gjalpi. Sa gjalp? 50 gram gjalp është më se mjaftueshëm. Unë do doja një picet vetëm për ndonjë gjë të vogël. Ta kemi... Unë ta mbash këtu, që ta kesh për kollaj. Kjo është receta klasike për një tavë si kjo e jona, pra për një 4-5 persona. Dhe ne i ndajmë të... Jo, nuk i ndajmë, vetëm këto do ta lëmë për në fund. Këto do ta përfshi këtu tek... Këtu mund të hedhësh ato mbetjet, që ta kemi më kollaj. Ndërsa te tiganët do ngrohim qumshtin. Qumshtin, po. 1 litër qumësht. Ta bëjmë këtë gjën gati një herë. Okej. Më falë.
1 litër, kam por zelt do ta ndajmë për gjysmë, jo të gjithën do ta nxjerrim aty. Gjysmë litra. Apo? Edhe pak. Okej. Bëra një shet. S'ka gjë, heqim fare apo na duhet? Prit. Nuk e heqim se na duhet, se kemi recetën. Kemi tjera në frigorifer, kështu që bëj rrëmujt çfarë të duash. Po jo, se nuk e kam mbarë kështu. Kjo është thjesht kështu në kushte këtu te ty, se në shtëpi bëj shumë rrëmuj, me ta thënë drejtën. Kështu që edhe ne bëjmë shumë rrëmuj këtu, po kuzhina prandaj është, kështu që ka lezet pak rrëmuj. Të them të drejtën, unë nuk e kam ditur deri vonë që kam një pasion për të gatuar. E zbulove kështu? E zbulova kryesisht fundjavave, sepse gjatë jave, duke qenë se isha në punë dhe kur mami akoma ishte me ne, ishte ajo që kujdese për këtë pjesë, tani që jam unë vetëm, jam e detyruar që të kem atë kujdesin për të krijuar, të bësh vetë gjërat të bëj vetë gjitha dhe kështu unë jam natyrë që më pëlqen të eksperimentoj, nuk jam tipike klasike si recetat e mamave tona. Po mirë, ti vendos atë 5 lugë sheqer. 3 4 5. Mirë, nuk është shumë e rëndë, nuk është shumë e rëndë si ëmbëlsirë, dhe ma gjatë. Dhe pak, një ma jenë. Sa për të thënë? Sa për, si gjithmonë, përdoret për balans kripa, në përgjithësi dhe në familjen tonë, kjo duhet rahat shumë mirë, që të mos ndjehen ato kokrizat e sheqerit. Pra nuk është një ëmbëlsirë që do merr shumë kohë. Është e thjeshtë, është e dashur. Edhe ke si zgjidhje kur s'di më çfarë të bësh. Po. Vetëm vakët, nuk do ta valojmë. Te kjo na duhet për gjalpin? Na duhet për gjalpin. Do hedhim gjysmën. Kemi një lugë të vogël. Po merri aty. Sa është shumë? I ke hedhur krip. Po këti më the. Ti më the, aty është krip, aty është sheqeri, aty është kripa. Bëj shaka. Unë jam shtëpi tënde, nëse ti ke ndërmend me krip, edhe me krip është mirë, po jo aq shumë. Me krip e bëjmë kështu si tart, me shtojmë dhe perime pastaj. Edhe kemi kënaq. Ashtu me ato do merresh ti. Po pra, më jep të bëjnë dojtë punë, se mësë jam mësuar triko. Vetëm ajo duhet të valoj, jo të vetëm tjetë ngrohtë. Vetëm të vaket. Shumë pak. Dhe pastaj e largojmë aty. E largojmë. Kur ke filluar të gatuash, Rosela? Që fëmijë, sepse unë kam jetuar me gjyshe në shtëpi deri vonë, edhe për t'i ndihmuar, por edhe ata donin të më përfshinin. Unë kam qenë më e vogla në shtëpi, kështu që... Atëherë na thonin, disi thoshte nëna ime, hajde të mësosh të gjë se do shkosh te burri nesër. Po përveç kësaj, unë isha natyrë dhe kurioze dhe më pëlqente. Dhe në fakt, si gatuanin gjyshet e mama tona, duke mendu që sot ne kemi gjithçka dhe ato kishin shumë pak. Dhe prandaj është e pazëvendësueshme ajo koha, ato aromat, që ne sa do të përpiqemi nuk i bëjmë dot kurrë siç i bënin mamat edhe gjyshet tona. Por megjithatë, edhe ne përpiqemi. Patjetër që ka lehtësi, sepse me këtë punën dhe jetën tonë Kjo vetëm do ngrohtë? Jo, do të shkrije gjitha. Unë nuk po hedh 4 lugë, 5 lugë miell, do hedh 3 dhe kështu e kam provuar, po i hedh të plota, sepse mua nuk më pëlqen të bëhet kur del shumë e trash. Ma del si bukë pastaj. Sepse ka lezetin që të ketë një lloj kështu. Të si më imat, si më shkrifët. Je sigur se unë se provova.
Sheqerisht, se unë a bëm me... Ne do të ham tani me krip me sheqer si të jetë. Do shkrirë, por nuk do djegur, apo jo? Jo, vetëm do shkrirë. Kështu e kemi shkrirë. S'kemi mund të djegim asë gjë. Ju thash, a duhet i dalë ajo aroma e gjalpit? Ja, s'ka nevoj. Çfarë ke marrë me vete nga recetat e Shkodrës që i bën shpesh herë në shtëpi? Unë përpiqem të gatuaj edhe luksi, thonin prindrit tanë, të tipit që i gatuaj të gjithë dhe zarzavatët. Të Shkodrës tipikisht, atë të spigjën duhet ta mësoj se bën njëri, qumështorin nuk besoj se edhe këtu është një ëmbëlsirë që përdoret, me thënë drejtën. Tiranësit e bëjnë në fakt, po nuk e di se si është ajo mënyra. Të shoh njerëz nëse tiranësit i bëjnë diçka ndryshe, nuk e di. Kështu që Se kam në krapin nuk kam provuar ta bëj sepse mendoj që do shumë kohë një herë. Gjë që nuk e kam aq shumë kohë. Më pëlqen peshku, kam bërë peshk dhe bëj sepse më pëlqen. Po bëj gjëra që unë mund t'i marinoj, mund t'i bëj shumë shpejt. Pi edhe një çik se të shijojmë. Roselinin. Ta freskojmë pak. Tek kështu dhe një roselina. Po. Do t'ja propozojmë. Aja pra t'ja propozojmë. Po është më mirë që e ka. Po. Shumë e këndshme, shumë e freskë. Se tani më bëre me rak, nëse është kripa ajo aty, se duket. Tani pse na ngatron? Po se kam bërë një herë këtë gafun unë. E ke bërë ti, e mirë. Tani unë në shtëpi kap këto flokët, që ta dish. Nëse do t'i kapësh, ne kemi të shaje që i kemi bërë kastile për këtë punë. I pas kema masa të me. I kemi bërë me logot Food Lovers, që Mendoj që kjo është... E ke qarë, është bërë më... Atëherë fillojmë të... Mas e gjitha homogjene. Po kështu fryrës e kështu nuk bëhet, Ja, të mirë ka që s'ka nevojë për kështu gjëra. As vanilja, as gjëra. Mua nuk më pëlqejnë fare, nuk i shkojnë, njerëzit mund t'i bëjnë. Kam parë receta nga më të ndryshme dhe në YouTube që i shtojnë, po personalisht mendoj që... Nuk do që ta ngacmosh. Nuk ka nevojë, sepse pastaj transformohet shija. Ta blym këtë tavën me gjartë? Jo, në fund. Duhet, E hedhim kësaj dhe ajo që tepron do i hidhet... Kur ta shohi halla ime, këtë do jetë shumë krenare. Që unë... Po pra, do t'ja tregojmë me fakte hallës. Jo, ishte e foto kur e kam bërë për herë të parë, në fakt e çova me foto. Dhe më tha që nga ngjyra e kuptoj që ti e ke qarë. Vetëm pak, ta lyem me... Të duket shumë e ujshme, jo shumë e hollë, po... Mos u shqetëso se do të trashim. Që me luk do të ha. Ti të dash kur të ftofet se të ngrohet se ke të vështirë ta... Duhet të rritë të ftohet, a? Patjetër. Si do ta ham ne pastaj? Do ta jap me vetë. Mund të them do ta marr me vete. Të pres diku. Edhe kjo u kry. Lam këtu. A ke ndonjë nga ato ushqimet që të merr malli? Që ta bën dikur gjyshja? Gjyshja dhe mami, me thënë drejtën, krapin që mami e mësoj nga gjyshja e qante, pastaj nga gjyshjat e mia më mungojnë shumë gjëra, sepse ne nuk besoj se do të arrinim në njerë t'ja merrnim ato, sepse kam përshtypjen është dhe dora. Janë shumë gjëra. Na duhet, aty do t'a vëmë të ndezur? Apo do në përdorim ato? Kjo është ndezur. Na duhet këtu? Okej, e hedhim masën. Do ta ndezim këtë me çfarë temperaturën? Një temperaturë mesatare dhe do ta përzijem. Se besoj që dojnë që kjo është shumë e fuqishme kjo. Ajo që unë kuptoj, do me thënë të faktën nga gjithë ato që kam dëgjuar, si nga halla ime, si nga
Videot e ndryshme që kam parë, mjeshtria që ndron tek ky moment. Okej. Kjo duhet përzierë dhe duhet të krijohet një masë pak më e plotë. Dhe këtu është sekreti që ajo të dalë e mirë. Që t'jale një trajtshme, mos të krijoj kopriza etj. Kam parë që shumë shefe kuzhine nga Meraku kullojnë, domethënë i bëjnë një rende mielli që mos krijoj kokra, por mua nuk më ka krijuar në fakt. Këndon Rosela kur gatuan apo? Ja, mund të vë muzikë në sfond ndoshta, po jo se këndoj. Po këto pjesa e jam kurioze, si nuk i këndoj ushtrohet? domethënë. Si ushtrohet zëri juaj? Kam dëgjuar që bëjnë goxha prova, vokalicat që i kemi dëgjuar shpesh herë. Zëri, përveç vokalicave që është ngrohje vokale, kordave dhe janë ushtrime posaçërisht për të ngrohur zërin, unë nga një artiste e madhe si Aurela Gaçe kam marrë sa këshilla në fakt të vyera, ku ajo sugjeron që para çdo aktiviteti, pra para çdo evenimenti të rëndësishëm, është shumë e rëndësishme aktiviteti fizik. Kështu që ajo Ndikon sugjeron shumë aktiviteti fizik, po, sepse ndihmon në qarkullimin e gjakut. Dhe në këtë mënyrë është më e lehtë pastaj edhe trupit të përgatitet, sepse ka një fakt shumë interesant që ne kur zgjohemi nga gjumi, në fakt zëri jon do 3 orë. Është një dramë. Në Do mëngjes 3 orë të zgjohet. Pra ti e zgjuar, shmak çdo lloj telefonate derisa të sepse zëri jon do 3 orë. Kështu që prandaj kryesisht gjithë aktivitetet e rëndësishme bëhen në darkë, sepse ti ndërkohë je zgjuar. Ka ke kërër edhe këtë pjesën e aktivitetit fizik, jem aktive, pra ke marrë energji, ka qarkullu. Je karikuar. Dhe pastaj fillon ai momenti që ti duhet të ngrohesh patjetër zërin, sepse do të të ndihmoj që të mos sforcosh ose lodhesh. Në rastin tim që këndoj shumë më rrallë, se sa artistët e tjerë që ndoshta performojnë çdo fundjavë, ndoshta disa ditë në javë, mund ta kenë më të lehtë, unë e kam pak më të vështirë sepse lodhem më shpejt. Është normale se kur bën mungesa të gjata, ai muskuli i pa stërvitur çdo ditë. Shpesh herë Aurela më thoshte që edhe kur nuk kam kohë, ndoshta të ushtrohem sepse varet si është dita, ku je, çfarë angazhime ke. Patjetër duhet bësh pompa, duhet bësh disa ushtrime që të Pastaj pjesa e balancës, frymëmarrjes. Frymëmarrja pse është shumë e rëndësishme, sepse aty te frymëmarrja, ti je artist i mirëfillt, si kalibri i Aurelës, është një sakrificë e jashtëzakonshme. Unë jam shkëputur pak të pjesën e bukur, njerëzit jemi shumë egoistë, nuk është kaq e thjeshtë. Sigurisht ajo për shembull dhe shumë si ajo janë njerëz të dedikuar. Prandaj është profesion. Ti duhet bësh vetëm atë gjë, nëse do t'i përkushtohesh në ato për masa. Pikërisht. Kështu që ka sakrifica të jashtëzakonshme. Sakrifica, është e vërtetë. Por mendoj që ajo që e bën ndoshta më të vështirë në Shqipëri është mungesa shumë e një sistemi, domethënë ne na mungon kjo pjesa e menaxhimit, na mungon kjo pjesa e të krijuarit, jo vetëm të krijuarit, po e gjithë ekipit. Do një ekip, do një shtëpi diskografike, domethënë tu artistët e shkret, domethënë bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme dhe bëjnë çdo gjë vetë. Po nuk mund ta bësh. A do performosh, a duhet të jesh një artist që je i përkushtuar, domethënë për pjesën, a do zgjedhësh veshjen, imazhin, kurimin, këto detajet, apo do merresh dhe me pjesën. Pra, deri në atë moment që ajo të sfilit nga gjithë lodhja e mëparshme dhe kur vjen çështja që ti duhet bësh atë gjën për të cilën ti je, kënga je ezauruar pikërisht nga energjitë. Prandaj nuk është e lehtë në këtë realitetin tonë. Kam lexuar diku që të ka pëlqyer baleti? Po, të them të drejtën, kur vija në Tiranë, vija gjithmonë te kushërit e mi, që sot jetoj te shtëpia e tyre. Dhe ishte shkolla baleti dhe si një fëmijë ti e shikoje dhe të dukej një ëndër, leqe Tirana nga Shkodra, më dukej e madhe, më dukej fiks. Ato gocat me paçka që edhe nga kjo, si më thënë, edhe si fëmijë, se çdo fëmijë aq më tepër goca e kanë këtë gjitha e kanë në fillimet
e tyre, sidomos kur fillojmë klasën e parë, të pëlqejnë ato. Unë në fakt kam një histori shumë funny sepse vllai im i dyti ishte fan si Michael Jackson dhe në atë kohë në Shkodër në vitet 90 ishte një profesor që mësonte lëvizjet e Michael Jackson dhe ky si fan si çmendur shkonte, ishte një grup të rinj, goca çuna në shkollën Shenaz e Juka ku kam bërë dhe unë fakt shkollën e mesme. Ka qenë një kohë e artë me thënë drejtën sepse organizonin shumë aktivitete artistike, kulturore ku përfshiheshin që të gjithë. Gjua angleze, gjua franceze, gjua gjermane, secili luante dikush një pjesë nga një teatër, dikush shtëpia e pionerit. Dhe në një aktivitet të tim vllai i thonë që të bëj një pjesë baleti, të bëj një pjesë të Michael Jackson se ishte më në kulmin e tij në atë kohë. Dhe kështu më thotë Rosela, do të më ndihmosh që të bësh pjesën, pra unë do bëj një Michael të vogël, tani imagjino një djalë të rritur dhe unë që duhet të imitoja atë. Ai në fakt bëri gjithçka. Jemi edhe pak. Ai bëri koreografinë, ai i bëri të gjitha këto lëvizje dhe gjërat. Dhe sigurisht për mua ishte torturë, sepse shoqet e mia vinin më kërkonin që hajde të dalim të luajmë. Unë isha me një kështu disiplinë, domethënë ashtu se do konkuronim në një shkollë për këtë dhe fituan çmimin e parë. Po shikoj. Ai është çmimi im i parë. E shikon. Dhe nga ai moment pastaj unë u dashurova, po kuptohet në shkollë isha pjesë e grupit artistik. Dhe rastësisht, ja tani po e merr këtë tashin që ne na duhet. Dhe shoh që dhe shumë e fortë dhe historia se si unë përfundova të bëhesha këngëtare. Tani këtë gotën po e lë për momentin sepse ne duhet ta hedhim masën. Dhe ja atë në fund mjafton. Tani unë si fëmijë gjithmonë marroja për këtë pjesën, e din vetë. Tashi, marrim dhe vezën, më japësh një furç, ta heqim. Çfarë të nevojitet? Jo, më duhet një piru i vogël. Dhe pjesë e grupit të baletit që isha unë, mungon një shoqja jonë, si me thënë, ne gjithë jetonim në atë zonën e shkollës, dhe zysha ime që më kishte dëgjuar duke këndu në për klasë si fëmijë, më thot, Rosela futu, thot, zëvënsoja, thot, se s'kemi kohë edhe më shtynë. Tash një fëmijë që përballet me një publik ku ndërkohë unë fshihesha në grupin e baletit. Që as nuk kishe përgatitur rast emocionalisht. Fshihesha në grupin e baletit Kastile sepse unë nuk doja të isha. Kjo e bën për t'i dhënë një çik kështu si ngjyrë. Edhe këndoj Without You. Aty testove dhe zërin. Aty mbylla syt, këndova dhe në momentin që mbarova, pash gjithë publikun këmbë, thash ç'a bëra? Ç'a ndodhi? Dhe nga ajo ditë zysha ime më tha shpirti im ke ngatru, disiplinë duhet të këndosh. Dhe kështu filloi i gjithë zbulove. Tani është gati, mund ta fusim vokalin tënd. Vish. Ta çojmë 200 gradë. Ne kemi po. Dhe besoj që për 30 minuta është do e kemi gati 35, pak a shumë kjo është po. Të heqim pak këto se është ai fiksimi që për të mos i padur këtu përpara syve. Dhe gjatë kohës që bëhet ajo, ne po presim pak djathtë, se s'kemi pse rrim kështu pa gjë përpara. Ndërkohë që mua po më shijon shumë biseda jote. Kështu filloi gjithçka. Në Shkodër kishte një cikël të ri që nga çdo shkollë përzgjidheshin bilbilat në Shkodër këndojnë, kështu quheshin, si ishin gjithë fëmijë të moshave të caktuara dhe unë futem aty, konkuroj e prap marr çmim. Dhe më thënë, kjo gjë u bë shumë serioze dhe zysha ime që insistante ti bën për këtë punë, po ndërkohë isha një natyrë shumë emotive dhe nuk
nuk e shikoja vetën në sken para gjitha Prap nuk doje po, që u fsheja për një 3 vjet. U Nuk e fsheja. vazhdove U fsheva. Të gjithë luteshin që të bëheshin solist, mua më lusnin, unë nuk merja pjesë. Dhe në klasë të 8 u kujtova që provoj prapë. Po sikur ta provoja unë këtë. Ishte momenti kur erdhën Ethet në Shkodër? Jo, unë mora pjesë në festivalin e fëmijëve, në një trio. Të Europës jemi ne që atëherë me mendjen me shku në Europë. Që atë kemi tentuar. Dhe kështu pasaj filloi ajo aventura ime, sepse mbas 3 vitesh erdhën Ethet, unë isha në gjimnaz, e mora vesh dhe teatri Migjeni ishte afër shtëpisë time, kështu që dhe kështu filloi gjithë ajo. Askush nuk po merrte seriozisht, të gjithë qeshnin me mua dhe talleshin në kuptimin që në kuptimin fëmijë, është një fëmijë që ka dëshirë, por që nuk është se e gjykuan me seriozitet të madh që nuk ta morën seriozisht derisa ti një ditë të bukur në telefon të shtëpisë merr Zerina Kuke dhe thot përshëndetje, unë jam Zerina Kuke, se s'kishim celular atëherë, telefon në shtëpi. Dhe i përgjigjet i mat. Dhe aty e kuptoj që ky muhabet ishte serioz. Nuk ishte më për ta ignoruar. Dhe kështu filluan Ethet dhe filloi gjithë eksperienca ime shumë e bukur në fakt, që më ndryshoi jetën. Absolutisht. Do besoj emocionet e asaj moshe janë për ti, se ti mund të marrësh emocione gjatë gjithë kohës, po emocionet në atë moshë ti përjeton shumë më ndryshe. Absolutisht, kanë qenë, mendoj... Jo, përveç faktit që emocionet asaj moshe, po mendoj që Ethet e para kanë qenë një gjë krejt ndryshe nga të gjithë spektaklet talent show. Ti mund ta mendosh që sa spektakle janë bërë dhe ne vazhdojmë dhe i kemi në mendje, askush nuk e ka harruar Ethet e para, është e vërtet. Unë pata këtë fat të isha pjesë e atij ekipi. Të si u përballet ti pastaj me gjithë atë famën që të erdhi në një moshë të re? Ka qenë një moshë adolescence ku ti as nuk e kishe menduar dhe pastaj përballe me një tjetër komplet. Është vërtet. Jetë tjetër, qasje tjetër. Nuk ka qenë e vështirë, sepse ne nuk jetonim në kohën e teknologjisë edhe emocionet dhe këto fancat edhe këto pëlqimet i kishim shumë të prekshme reale dhe nuk kishte edhe kjo, sepse mendoj që rrjetet sociale sot dhe kjo pjesa që gjithçka është sot është tjetër online, live, kudo, se me thënë, e humb pak atë vlerën e emocionit që ne përjetonim kur unë ecja në rrugë dhe më vinin fëmijë pafund, njerëz që donin të fotografoheshin me mua, të merrnin autografe, kështu që mendoj që ishte një gjë shumë organike, shumë normale. Unë mendoj që ka qenë fat për mua të edukohesha dhe të rritesha dhe të kisha afër të 2 prindrit e mi, sepse fal atyre mendoj që ekuilibruan shumë mirë. Do të pyesja. Është merita absolutisht e tyre që arritën ta menaxhonin një fëmijë 15 vjeç për të mos më lënë të më rrëshqiste këmba apo për të më ulur gjithmonë me këmbë në tokë. Dhe gjithmonë mbas teje. Ti kishe gjithmonë prezent. Po sepse unë isha dhe minorene, kështu që patjetër që do isha shoqëruar, po i kam pas si shok, nuk i kam pas si policë që më kontrollonin apo që nuk kishin besim, kishin shumë besim. Ato ishin menaxherët e karrierës tënde. Edhe kam bërë në një formë që unë mbaj mend që ishin prezent në çdo, se e vetmja gjë që ndiqnim atëherë ishte kjo dhe me zore prisnim. Ishin gjithmonë gjithmonë prindrit e gjithë dhe kanë qenë pjesë e kësaj e gjithë rrugtimit tonë. Dhe ka qenë, mendoj, merite absolutisht e tyre. Provosh pak djath? Po, e tjetër. Është një djath dhije që unë e kam zbuluar sfundmi, por ka një shije fantastike, është si djath i ri lexon aty. Kështu ta marrë me dorë? Ashtu me dorë. Dhe kështu nisi gjithë rrugtimi i bukur. Ti fillove pastaj me këngët e tua. Çdo gjë erdhi në mënyrë shumë organike. Dhe unë mendoj që kjo ka qenë fati i brezit tonë. Nuk ishte asgjë të sforcuar, nuk ishte asgjë të stisur, apo nuk ishte edhe kjo egoja e sëmur. Ovacionet, njerëzit që mblidheshin. Ishte fantastike. Ta shifje veten në një pallat kongresesh,
Në atë mosh. Po vetëm në atë mosh mund ta bësh atë gjë, se sot ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe unë Sot e mendon 2 herë. Pavarësisht që u bën shumë vite në skenë, unë më dridhen më shumë gjujnë të sot se sa... Ose kur e kupton përgjegjësinë, atëherë pastaj e marr. Prandaj mendoj që ka qenë më e lehtë, sepse nuk e kemi kuptuar realisht atë. Mësuar, s'të lumshim duar. Faleminderit, unë mendoj që siç ndihet edhe nga aroma, ajo është gati. Mos pyet. Si t'ja çojmë publiku tani aroma? Doja çojmë Imagjinoj një tjetër. një herë të mirë. Kujdes. E marr super ngjyrë. Shumë e bukur është. Ani mund ta fikësh këtë para se ta vësh flakën? Po, se na duhet. Dhe duhet, duhet ta lëm të pushoj pak edhe të futet në frigorifer. Okej, që të mpikset, Që të edhe na mpikset. ta konsumoj. Edhe ne jemi gati Mirë, për ta ne provuar. ulemi në tavolinë për qefin ndërkohë, tonë, po. këto i heqim se e mbaruam detyrën për sot, boçet, si ishin këto? Boçet dhe ne. Ti do kesh dhe një boçe dhurat nga Food Lovers, që kur gatuash në shtëpi të na kujtosh. Super, patjetër. Këto po e Të marrim marrun. verën, po. Këto të tjera ti marron. Kjo Roselini qega. Roselini që nga për të pirë kështu Si Roselina. Pa pushim. Se mos haroj, se shuhem që për memorje të fartë. Kjo është për ty. Faleminderit. Kështu që ta pish me këtë kesh dëshirë. Shumë faleminderit, por ti duhet na bësh mbar që ne të shkojmë ta vizitojmë këtë kantinë Po bashkë. duhet ta bëjmë. Në Do pas ka dhe emrin bëjmë tim. një tur të shkojmë te kantina Herta, se te Duhet kantinën e kanë patjetër. shumë të bukur. Duhet patjetër, që është shumë e mirë dhe Shumë më e pëlqej, ka e dashur. Shumë e dashur. Tani për këtë pjesën antipastës mos më gjyko shumë se i vura thjesht për të bërë Kjo muhabet. është thjesht se po presim të na ftofet shumështori. Ka shoqja të shtëpia edhe ti nuk patjetër, i kushton shumë rëndësi dekorit për muhabetin. Muhabeti ka më rëndësi. Sa të na ftohet qumështori që me zor po e presim. Unë them po me që kjo puna qumështor mund të hap një seksion këtu te ty. Po fillon gjithmonë. Në fakt, bëjmë delivery pastaj. Unë në fakt mendoj që është një nga pasionet e mia kuzhina, sepse e kam anti-stres, më shijon dhe nuk përtoj asnjëherë të gatuaj, thjesht është çështje që për të bërë një gjë të mirë më duhet ajo koha e vetë, më thënë, që të dali. Që do kohën e vetë dhe do çik nerva e gjitha me radhë, dhe unë thash e kam thënë dhe tek Food Loversat që vinë për të ndjekur klaset, ju kam thënë gjithë presin nga unë që unë jam ekselente nga tim, por nuk është kështu. Unë jam një degustatore shumë e mirë, më pëlqen të shijoj gjithë ato çfarë bëjnë shefat edhe gjithë ato që gatuajnë, po më tepër më pëlqen që të marr edhe të degustoj. Por pastaj kuptova që nuk është se s'm pëlqen të gatuaj, por nuk më pëlqen të gatuaja vetëm. Kështu që unë pëlqen shoqëria. Lidhemi gjithë bashkë. Kam qef të gatuaj. Kthehemi te biseda. Se ky qumështori do marri kohë, kështu që edhe ne të bëjmë muhabet edhe të marrim vesh sa gjëra që nuk i dim. Se ju të gjitha i dim aq më tepër për Roselën, që është përpjekur gjithmonë që të ketë një profil hermetik edhe shumë e vështirë që të kuptosh çfarë ka për te asaj fasadës. Ti e ke ruajtur shumë mirë në fakt të ndarë jetën tënde personale nga pjesa e publikut. Sigurisht ke patur arsyet e tua, por njerëzit, pra ti kur je artist, ke edhe fansa që janë kurioz, që duan dinë. Kështu që si të erdhi natyrshëm kjo ideja që të ruaje këtë profilin kaq hermetik, apo ishte ajo arsyeja që ti pra krijove një famë shumë të hershme dhe që atëherë ti more masa që të vësh ca kufin ca limite, apo ky është karakteri i Roselës, shumë e rezervuar dhe me shumë takt në çfarë do lloj dalje publike?
Shikardi, ne edhe kemi bërë biseda bashkë, sa që na ke mbledhur në këtë sofrën tënde të dashur. Unë nuk jam shumë ndryshe nga ajo çka dal në ekran, që do të thotë jam po ajo vajza e thjeshtë. Këtë e konfirmoj totalisht. Jam pak e ndrojtur si natyrë, nuk është se do të thoja kam qenë personi tipik që e donte kameran, i donte dritat. Unë në fillim mendoja që nuk doja dilje, sepse shumë emotive, shumë natyrë që i mendoja gjatë gjërat si do dalë si në që e vogël, dhe nuk e mendoja që unë do të arrije kaq shumë vite në skenë, do përballoja emocione kaq të forta. Jam si e kam ekuilibruar, ka natyrshëm, nuk ka qenë në një gjë, në strategji e jashtëzakonshme. Më ka pëlqyer që njerëzit të njohin rëselën. Unë jam një vajzë që eci kryesisht në këmbë dhe njerëzit më takojnë dhe rrugës dhe takojmë shumë shpesh me shumë fanca dashamirës që më ndalojnë, bëj foto, i përshëndes, më përqafojnë, duan të, s'me thënë, kështu që nuk ka qenë e vështirë. Patjetër është një zgjedhje imja që t'i ndaj këto dhe t'a ruaj pjesën time personale dhe të ndaj atë çka mendoj që është më se mjaftueshme që publiku ta di. Përse nuk të shohim më në për festivale? Në fakt, jo vetëm kësaj periudhe, po ka vite, sidomos kur afrohet kjo periudha festivaleve, të gjithë më pyesin, apo marrësh pjesën tënë, apo është një surprizë të vit? Më vinë me thënë drejtën shumë mesazhe të bukura që kuptoj edhe ndjej atë dashurinë e sinqertë të publikut. Në fakt, gjithçka kam dashur ka qenë kjo. Që unë kur të dal në skenë apo kudo të më shohin, ta ndjej atë respektin dhe jam e lumtur që unë ja kam arrit asaj gjëje. Arsyeja pse unë kam një lloj shkëputje është se mendoj që unë e kam bërë ciklin e festivaleve. Kam marrë pjesë në shumë festivale, kam marrë shumë çmime. Pra unë e kam realizuar në veten time atë kulmin e gjërave. Patjetër për një artist nuk ka kur një kohë të caktuar se tani nuk mund të marrësh më pjesë këtu etj. Por kam dhe një punë që e kam shumë të rëndësishme, të cilën e bëj me shumë dashuri në fakt, që më kërkon të jem shumë e kujdesshme edhe të jem, më thënë, vjen një pikë edhe një moshë e caktuar që ti do ta kanalizosh energjinë tënde diku. Nuk mund t'jesh dhe atje dhe aty, sepse patjetër që do t'i bësh gjërat për gjysmë, nuk mund të shkëlqesh në çdo gjë. Kështu që jam fokusuar te puna ime, sepse është një punë që unë, siç e thash, e bëj me shumë përkushtim, e dua si punë, dhe një dedikim. Do përkushtim, do kujdes, do vëmendje, pra unë nuk mund të lë asgjë masdore apo të neglizhoj diçka. Po patjetër, protokolli këtë nuk të jep shans të rregullosh. O e bën. Të frikshëm. Dhe kjo është bëdhe stili jetese, unë jam bërë shumë strikt edhe me oraret dhe me gjithë shka, sepse ndoshta edhe puna më ka bërë. Ka induktuar edhe profili punës që ti ke, dhe të bëhet ajo. Kështu që për këtë arsye ndoshta ka një tërheqje, por duhet jemi dhe të vërtetë dhe të sinqertë që nuk është se ne po kemi aktivitete të jashtëzakonshme këtu, cilësore flasim, nuk po flasim për numra. Kështu që mungon kjo gjë, unë jam e lumtur që rikthehen këngët e shekullit, kështu që jam... Unë ato me zori pres dhe aty të kam dëgjuar me shumë ëndje. Dhe do jem edhe unë pjesë e këtyre mbrëmjeve, kështu që më vjen mirë që disa artistë të mirë janë përpjekur të mbledhin një grup artistësh të jashtëzakonshëm që ne kemi dhe t'i dhurojnë publikut shqiptar ato gjërat cilësore për të cilat ne na mungojnë, me thënë drejtën. Dikush është një këngë që unë ti si do dëgjoj nga ty? Ka çurrela dhe këtu. Nuk e di pse, po mua ajo kënga më jep shumë emocion dhe me zërin tonë më vjen shumë bukur. Tani
Unë nuk jam veç kaçurrelse, po do doja ta dëgjoja një fragment të vogël. E di që ty s'të pëlqen që të vënd këndosh, orar pa orar, kur të doj qefi tjerëve. Por unë po ja lejoj vetes këto. Mike faqet kuqo si gjaku, unë për mas teje m'kazan maraku, aman kaçurelat e tua. Shumë faleminderit. Ishte Ta shumë. realizova të shirë. Po ishte, nuk e di çfarë ndodh, po është ai zëri yt që të çon në një tjetër botë. Kur ti fillon dhe këndon është vërtet magjike. Ke një zë hynor, ku t'ju në ngjëllëm më fut në një tjetër, në tjera E pash ujëra. emocionove, Jo, është e vërtet. Shiko, se njerëzit më po s'të mungon, po si e bën? Mua më mungon shumë. Më mungon shumë kjo dashuri, ky emocion që unë e ndjej te publiku, dhe patjetër që Zoti më ka falur një talent që të vjen keq të mos e përjetosh, të mos e ndash me publikun që të ndjek dhe të do. Po fatkeqësisht në këtë Shqipërinë tonë të vogël me kaq shumë halë dhe probleme, mundësitë e artistëve dhe e aktiviteteve cilësore janë shumë të kufizuara. Unë mendoj që Ti mezi po pret. Gati atë tavë, me sor po e pres tani. Djathtë gjithkohës nuk ha. Ti më hapin çik vendin. Okej. Dhe po s'është aq gati fare prap se prap ne do ta ham. Ne do ta provojmë tani. Ne nuk mund t'ikim pa e ngrën. Kjo gjë ka marrë fund. Kjo është gati, më gati se kur. Me ngjyrë të bukur. Wow. Si thua? Unë po marr pak mente për dekor, mund t'i shkoj asaj. Jumi. Po shumë pjeksur është. Shumë mirë. Tan. Ke bërë. Jam mjeshtre pa leje tash. Super e ke bërë. Ja, po t'jap një copë më të madhe, po t'jap copë kaq të vogël. Pa hajt në s'ka gjë, nuk ka gjë se. Jo, se. Të lutem se Do bëj kam si do halla bëj. do flesh sonte. Këtu do bëj sigur do hap pak, pastaj unë do ta përfundoj Po prapë. s'ka gjë. Tani kjo, prandaj duhet të ftofet dhe i çik që ta. Ka se shumë mirë është prapë. Neve i kemi gjërat shumë transparente, nuk kemi bërë gati gjë më përpara, Ja. e gatuar me pogjë, me Unë po ta jap ftohtë. gjithë Ashtu, mos më hiq asnjë çam takon. kurse unë do zgjedh një më të voglën sepse dua që t'ja lë pastaj ekipit ta shijoj, mos po shoh çka kam prerë të vogël. Po tjerë të da ke këndu në herë? Këndoj, Në shtëpi, nuk po them në dush, se në dush thjesht bë muzikë, po. Okej. Në makinë po. Në makinë kam një moment timin ku këndoj kur s'më dëgjon njeri. Da e provosh Kur të nuk shi? trëmb njeri. Po vetë për çfarë, po për aromë Po tani, kështu. ne duhen kështu dekor që të bukur që ja thyen pak. Su po provoj, mi lëre dekorin. Ta provoj mirë. Hajt na bëft mirë. Ai të lumshim duart. Do të ftofet dhe pak. Jo, unë e kam shumë mirë, nuk e di çatë mos ke marrë në mes ti, po kjo imi është ftohtë. Në sheftor, okej. Me mori mend kjo tani. E asaj, po kanë. Qumështori. Si e dashur. Rrova për çat kanë unë thirr. mund të vazhdoj vetë emisionin. Vazhdo. Mund të të pyes? Po si keni qenë? Mund më pyes se çfarë të duash? Se ti e ke këtë tagër, se ne jemi dhe mikesha. Kështu që ti feel free të pyesësh çfarë të duash ti. Sa episode do ketë? Që 10 episode. Ti episodi i 4. Okej. Le të rikthehemi te
serioziteti, se për mua bëjmë shaka gjithë ditën, po do thonë njerëzit na thuajnë ndonjë gjë me vlerë. Kështu që jam e detyruar të futem pak në kornizë. Çfarë të ka mësuar jeta për durimin dhe suksesin me njerëzit? Përballja me njerëzit në të gjitha aspektet është një gjë që ne nuk e shmangim dot, por kur je artist është edhe më e vështirë. Çfarë më ka mësuar? Mendoj që njeriu mëson non-stop, domethënë, është gjithkohës në këtë evoluim të mësuarit. Mendoj që koha më ka mësuar të bëj durim. Në fakt, kam qenë natyrë shumë e qetë, dhe ndoshta puna, ndoshta kjo vigjilenca e lartë që unë kam, edhe për shkak të punës, pozicionit që duhet të kem çdo gjë në kontroll, ndonjëherë më ka bërë të mos kem shumë durim, sepse si më thënë janë gjëra që koordinohen në kohë rekord, duhet të kem çdo gjë në kontroll. Por me kohën kam kuptuar që është shumë e rëndësishme durimi dhe mendoj që është shumë e vërtetë shpreha i duruar i fituari. Dhe pastaj koha, puna me njerëzit, mendoj që të dyja këto më kanë mësuar që e vërteta triumfon. Kështu që pavarësisht vështirësive që kalojmë në çdo fushë, në punë, në jetën artistike, kudo ku përballemi ne me përditshmërinë tonë, kam kuptuar që pavarësisht gjithë xhunglës që ne jetojmë dhe përballemi për ditë, e vërteta triumfon. Edhe e mira del gjithmonë në pak, kështu që nuk jam dorëzuar kur para së besuari këtë gjë, pavarësisht se jam zhgënjur, jam thyer, jam lënduar si çdo secili prej nesh, por këtë mendoj kam arritur të kuptoj. Me di që së fundit i ke kaluar një fazë shumë të vështirë. Nuk do doja ta bëja këtë mbrëmje të trisht, por mendoj që është një pjesë që unë do doja të dëgjoja se si ti e ke menaxhuar dhe se si po përpiqesh ta te i kalosh humbjen e mamas tënde. Ka qenë dhe është dhe ndoshta do jetë për një kohë shumë të gjatë. Duke ditur dhe se sa e lidhur ishe. Një ndër humbjet më të mëdha. Unë fatkeqësisht kam humbur dhe babain para disa vite, kështu që humbja të dy prindërve nuk është e lehtë për të përballuar. Por jam shumë krenare që kam qenë vajza e tyre dhe mendoj që gjithë Rosela, gjithë karakteri, gjithë shka unë përfaqësoj, gjithë shka unë reflektoj është merit e edukatës e dashurisë atyre, jo vetëm për fëmijët, po për njëri tjetrin dhe për jetën, dhe këto vlerat ne kanë ngulitur shumë në formimin tonë në vite. Kështu që unë jam përpjekur të kapem pas këtyre gjërave, të bukura me vlerë, dhe shpeshherë kur postoj fotot e tyre, apo ndonjë kujtim, apo ndonjë shprehje, apo ndonjë këngë që sepse mungesa e tyre ndihet shumë Ardeta, ndihet jashtëzakonisht shumë dhe them drejtën unë i humba në një moshë të re, të dy edhe nuk i shijova, se unë jam vajza më e vogël, kështu që mundohem që gjatë gjithë kohës të mendoj gjërat më të bukura që ata na kanë lënë, dhe na kanë lënë një pasuri shumë të madhe. Nuk je asnjëherë gati për rikjen e absolutisht, asnjëherë. Çfarë do moshe qofshin, pa aq më tepër kur është një moshë e re. Absolutisht, por mendoj që ata na kanë lënë një pasuri shumë të madhe që jemi ne, vëllezërit e mi, unë, dashurinë mes nesh, mirëkuptimin, kujdesin për njëri tjetrin. Kështu që mendoj që ata na bekojnë nga lart, edhe unë besoj të ato, se di, ka momente që ndjej mesazhe, shoh flutra, besoj të këto ndjesi sikur na mbrojnë, kujdesen për ne.
kështu që kujtimet, një aromë që ty ta sjell në mendje, një veprim. Më beso, ti më the nëse unë këndoj kur gatuaj, por unë flas me mamin edhe i them se sigurisht kur unë isha flas sepse kam portretet e tyre në shtëpi edhe ulem aty përpara, për shembull kam gatuar diçka e them do ishe shumë krenare ta dish çfarë shije ka dalë kjo. Domethënë mundohem ta kaloj kështu, por unë kam një fat shumë të madh që dua ta cek se unë kam një shoqëri shumë të mirë. Dhe ti ke njohur. Një pjesë të tyre ti ke njohur. Dhe ata nuk janë vetëm miqtë e mi, po janë familja ime. Ne jemi të lidhur sepse edhe prindrit tanë kanë qenë një pjesë e tyre, shumë miq, edhe shok fëmijërie, edhe rastisëm të ishim në të njëjtën zonë, në të njëjtën lagje edhe në Tiranë si në Shkodër dhe e ruajtëm këtë. Dhe kaq pak ka nevojë njeriu në jetë, për miq të mirë dhe të vërtet, për familjen. Domethënë po mos ishin ata që më kanë nejtë shumë pranë, na kanë ndejt gjithë ne si edhe dy vëllezërve të mi, do kishte qenë shumë e vështirë gjithçka. Ne jemi shumë të lidhur, bëhemi shumë, blidhemi shumë te njëri tjetri dhe fiks janë familje, sepse ne tashmë kemi kaluar mbi 20 vjet shoqëri, kështu që quhet pjesë e familjes. Kështu që është në diskutim. Sigurisht që mungesa prindërve do ndjehet gjithnjë më shumë, sa më shumë kalon koha, sidomos në momentet e festave apo në momentet kur unë kam diçka për të ndarë. Më mungon ajo telefonata, sidomos e mamit që ndaja gjithçka me të. Por ato do ishin shumë krenar për ty, pa dyshimin më të vogël. Se ti reflekton gjithë mirësinë dhe gjithë atë investim që prindri bën tek fëmia për të ecur në gjurmët e tyre. Kështu që jam shumë proud edhe unë. Faleminderit shumë. Unë të doja, meqense se jemi afër fundit, po edhe nuk dua të të marr kohë. Duke qenë se jemi gjithmonë në këto diskutime të artistëve të ri dhe të asaj që ti e ke pasion, por edhe profesion, edhe do doja ta transmetoje një mesazh tek gjithë këngëtarët e ri, artistët e ri që po përpiqen gjejnë veten në këtë tregun tonë të rrëmujshëm. Shiko, është shumë e vështirë, mendoj unë, t'japësh mesazhe klishe në një kohë si kjo që ne po jetojmë. Mendoj që i gjithë brezi i ri po kalon një sfidë me këtë pjesën që ky brez po rritet me rrjetet sociale, më thënë ndryshe nga ne, që ne i mësuam këta rrugës çfarë ishin rrjetet sociale. Më vjen keq për ta, them të vërtetën. Do doja ta kishin shijuar më shumë edhe më me vërtetësi jetën. Jeta nuk është Instagrami, jeta nuk është Facebooku. Por artistët e ri që duan të bëjnë diçka në jetë apo duan të jenë dikush në jetë, nuk duhet të udhhiqen nga fasada, duhet të udhhiqen nga zemra. Nëse ata vërtet kanë një talent, besojnë te kjo gjëja, duhet të punojnë dhe të japin një mundësi vetes, por të kuptojnë që nuk është gjithçka ajo. Gjithçka që një njeri ka nevojë është shumë më tepër se sa thjesht një famë momentale apo një sukses apo një absolutisht numrat e klikimeve të cilat blehen dhe nuk janë asnjëherë për shumë vitesh tashmë është një luftë. Domethënë që është e kohë ta diskutosh, nuk duhet të gënjehen ndaj pjesës virtuale. Duhet ta jetojnë jetën dhe të kuptojnë që është për te Instagramit gjithçka, dhe është ajo që ne jetojmë për ditë dhe që nuk ka rëndësi fare çfarë thonë të tjerë. Dhe mendoj që e vetmja gjë që duhet bëjnë, duhet lexojnë më shumë. Nuk ka rëndësi, secili prej nesh ka një dhunti, ka një prirje, por duhet lexojnë, duhet se sa të merren dhe të kalojnë, të pasurojnë dijen dhe të brendshmën shpirtërore. Sigurisht këto janë këshilla që ne duke pirë një gotë verë dhe duke ngrënë qumështor, mund t'i themi shumë kollaj, është një rrugtim shumë i thellë, është një diskutim shumë Pra, unë mendoj që ngacmime të tilla që dikush e dëgjon në një moment caktuar tjetër, si bën impakt. Shiko, ajo që mu më vjen keq është që e them shpesh dhe në rrjetet e mia sociale, përveç familjeve dhe gjithë vështirësive që kalojnë prindërit dhe
kush më thuaj se ti e prind vet, kush është ai prind që nuk do më të mirën për fëmin e vet, po në këtë sforcimin për t'i siguru gjithçka dhe ndoshta në këtë mënyrë duke mos qenë të vëmendshëm çfarë ndodh me rritjen dhe procesin e tyre, ajo pastaj që luan rol tjetër është televizioni. Televizioni po i ushqen me një që nuk ka më asnjë rol flusk, do thoja unë, që është kaq e madhe kjo fluska, po që po ta shposh domethënë kupton sa bosh është aty brenda. Brezi më i vogël po rritet në këtë realitet, ne nuk mund ta shmangim, por shpresoj shumë që secili nga pak. Secili nga pak. Një model pozitiv, mendoj që reflektohet shumë më tepër se sa gjithë ajo pjesa negative që po ndodh. Zuar. Neve kemi një pyetje finale që kemi konsideruar si pyetja pikante, por unë vazhdoj të them që nuk është aq pikante. Sa për të mos u përgjigjur, por ti ke edhe alternativën të mos i përgjigjesh. Ta qumshtor. Qumshtor po se atë do ta mbarosh. Por mund edhe të pish një shots rum që ta mbyllësh me dinjitet. Ajo që e ka diplomati vonë këtu brava. Ma pas ke gjetë. Po të një jemi në lovers, që të them? Nëse vendos përgjigjesh... Aty duhet ta marrën? Po. Nuk do të detyrojmë të pish, por ti mund të pish me kënaqësi. O, zot. Mund ta ndroj? Apo të gjitha kanë të njëjtën... Çfarë të ka rënë, më vjen keq. Po mirë, lexojeve. Kjo është një pyetje në fakt që e shumë pritur, edhe nuk mendoj se ta ka bërë njëri. Ja, ma kanë bërë. E kam dhënë dhe përgjigje. Jo, nuk e kam dëgjuar të përgjigje. Nuk e ke dëgjuar. Rosel, a je e dashuruar? Tani do bëjmë një pakt. Unë do ta jap përgjigje. Jo, do ta jap përgjigjen, nuk e kam problem. Po nuk do më bësh asnjë pyetje tjetër mbrapa. Ja, është e fundit kjo. Jo, unë nuk do të pyes, se kush është fatlumi nuk do të pyes. Po. Ka një pyetje tjetër tani mund ta kaloj? Nëse dëgjova. Po. Po kjo meriton një dolli. Kjo meriton një dolli dhe më vjen shumë mirë dhe jam shumë e lumtur që e dëgjova. Dhe dëgjova nga ty, se zëra mund të qarkullojnë se të duash poshtë. Pa e kam thënë dhe publikisht, nuk e kam fshehur. Okej, mirë, nuk po të bëjmë pyetje me kamera ndi. Flasim. Tani po haqu më shtorin me shumë dëshirë. Shumë faleminderit. Të bëft mirë edhe shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit gjithë ekipit për energjinë e mirë. Ky episod u mundësua nga Fix Pikal dhe Shkrela Olive Oil.